i nderuar kryetar, i nderuar ministër, të nderuar gazetar. Në emër të qytetit të Shkupit dua të shpreh falënderim të madh ndaj komunës së Gjorbçe Petrovit dhe Agjencionit për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural për përkushtimin e përbashkët në rekonstruimin e rrugës nga Volkova në Kuçkov, si dhe ndërtimin e rreth rrotullimit në Volkov. Me ndërtimin e këtij rreth rrotullimit, më në fund po zgjidhet edhe kaosi i kamotshëm i komunikacionit në Volkov, ku në të ardhmen do të lehtësohet edhe qarkullimi ndaj stacionit të fundit të autobusit me numër 22. Në fakt është edhe një ndër linjat më të përdorura të transportit publik në Shkup. Kjo rrugë shfrytëzohet çdo ditë nga parafërsisht 10.000 banor nga komuna e Gjorbçe Petrovit, të cilat jetojnë dhe punojnë në Volkov, në Kuçkov, në Nigishtan, Orman, por njëherët me këtë lëshohet edhe kyçja në rrugën magjistrale për Kosovë. Së bashku me komunën e Gjorbçe Petrovit qëndrojmë të përkushtuar në zhvillimin dhe përparimin e rrjetit primar dhe sekondar të komunikacionit rrugor në të gjithë qytetin, me qëllim që të kemi komunikacion rrugor më të sigurt, gjë që është pikë kyçe ndaj të cilës jemi përkushtuar të gjithë maksimalisht. Faleminderit.